U rikthyem sërish në studio. Gjithmonë pjesa e dytë ju kushtohet musafirëve tanë special që i kemi çdo mëngjes në emisionin tonë Ritmi i ditës. Sot kemi kënaqësinë të flasim për çështjet që prekin drejt për drejt të ardhmën tonë. Dhe çfarë është më themelorja për të ardhmën se sa arsimi. Sot me ne në emisionin Ritmi i ditës kemi të ftuarin tanë rektorin e Universitetit Nën Tereza, profesorin Bekim Fetaj. Mirë se erdhët profesor në emisionin tonë Ritmi i ditës. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, profesor, na thoni se cilët janë risitë më të mëdha që universiteti juaj ofron, qoftë në programe, studime, qasje pedagogjike, apo edhe mundësi ndërkombëtare? Po, Universiteti Nën Tereza, do të thënë, shpalos përveç programeve ekzistuese në 8 fakultetet e veta, të cilët i kemi Fakulteti i Arkitekturës, Teknik, Fakulteti Teknologjik, Fakulteti Informatikës, Fakulteti Shkencave Sociale, Juridike, Ekonomike, dhe Fakulteti Shkencave Humanistike, mësarem. Dhe të gjithë këto kanë programet e veta, disa për tyre edhe shumë programet të reja, sidomos në master, dhe përditësohen, dhe më thënë, në webfaqen e universitetit, me gjithë paletën e ofertave të ndryshme. Dikund kemi mbi 30 programe studimore që afrohen në këto 8 fakultete. Tani jemi në proces bashkëpunimi me 2 universitete nga Shtetet Bashkuar dhe aty jemi në pritje të vinë edhe të fillojmë me bashkëpunim në studime të magjistraturës, me njërin universitet në dual degree, me tjetrin në joint degree jemi në biseda dhe gjithashtu jemi duke shqyrtuar edhe bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës dhe sidomos Universitetin e Tetovës dhe UEL-n. Dhe jemi në biseda me rektorët e këtyre 2 universiteteve që edhe ne në master të fillojmë me programet tona të përbashkëta. Me programet tona. Mund të na thoni se a ka ndonjë ndritim të ri që shtuar këtë vit, në cilën fushë të themi? Keni shtuar apo janë ku është interesimi të themi më shumë i studentëve? Pa. Ne kemi një program të ri të cilën jemi në bashkëpunim me një akademi e cila është në Itali, është EMI Akademi në neuroshkencë, është në fushën e psikologjisë. Dhe aty për momentin kemi nënshkruar bashkëpunim, memorandum bashkëpunimi dhe jemi duke përgatitur elaboratet që t'i harmonizojmë me programin ekzistues të tyre që t'jemi kompatibil. Dhe ky do t'jetë në dual degree, që të në thotë se do të mbajt edhe të ato, edhe të ne, po studentët tonë të marrin diplomën e Universitetit Nën Tereza, ndërsa ato të marrin të Universitetet të Italisë dhe Akademisë ku janë. Gjithashtu kemi edhe shumë drejtime në Fakultetin Teknologjik, në Fakultetin e Shkencave të Informatikës, jemi në përgatitje të elaboratit për shkencët e dënave dhe inteligjencës artificiale, studimet e magjistraturës. Po edhe këtu jemi në diskutime edhe me universitetet tjera që të hapim si drejtimi master i cilët do të jetë në bashkëpunim me universitet tjetër. Mund të na thoni se në cilët drejtime është interesimi më i madh i studentëve tanë të vendit? Numri më i madh i studentëve në Universitetin Nën Tereza për momentin është në Fakultetin e Shkencave Sociale, të cilët kanë një palet të madhe të drejtime të ndryshme. Pastaj është Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Fakulteti i Shkencave Informatike, Juridiku, pastaj vjen Fakulteti i Shkencave Humanistike dhe Arkitektura dhe Ndërtimtaria. Si po përgatitet universiteti për të pritur studentët e rinj këtë vit? Po, keni filluar me përgatitjet? Kemi filluar veç me përgatitje, kemi edhe shumë studentë entuziazmuar, ato vetë përgatitjen e materiale promovuese çdo një për fakultetin e vet, edhe i shpallin në Facebook faqen e universitetit dhe ato vetë kanë marrë, u kemi dhënë shumë hapësirë që edhe ato të flasin edhe për universitetin dhe të bëjmë promovim të fakultetit vet. Kanë një dëshirë të flakët, sidomos një grupe madhe studentët të cilët dëshirojnë të kontribuojnë në universitet dhe ndjejnë universitetin si pjesë e familjes tyre. Ne gjithashtu krijuam edhe alumni asociacionin e universitetit për këtij viti dhe në ceremoninë e absolventiadës, përveç që u dham shpërblime studentëve më të mirë të gjeneratës në këto 8 fakultete,
U dham gjithashtu edhe nga një shpërblim edhe studentëve tjerë, të cilët kanë diplomuar më herët dhe janë dalluar për diçka në këtë pjesë, dhe gjithashtu krijuam edhe bordin e asociacionit alumni, domethënë nga një antar i cili më së tepërmi ka kontribuar për universitetin dhe si i punësuar tash gjithashtu janë duke kontribuar. Ato do të jenë përgjegjës për konkursin e radhës, tash do të jetë në bazë meritokracie, çdo student i cili është diplomuar dhe ka arritur një sukses do të mund të konkuron në vefaqen e universitetit. Dhe për çdo vit do të jepen shpërblime, domethënë të diplomuar alumnit në bazë të suksesit që kanë arritur. Çdo vit do të konkurrojnë, por normalisht një herë kanë mundësinë domethënë të shpërblejnë. Dhe në këtë mënyrë kemi kthyer, përgatisim edhe zyrë edhe për studentët, ku edhe ato do të kenë vendin e vet në suazet të universitetit. Emailin e kanë për çdo herë në disponim dhe dyert i kanë të hapura çdo herë për Universitetin Nën Tereza dhe për të profesorët e tyre. Domethënë, një herë student në Universitetin Nën Tereza ngelin çdo herë, dyert i kanë të hapura dhe kthehen në familjen e tyre, për shkak se ashtu edhe konsiderojmë. Domethënë, pjesa e studentëve domethënë fiton i kushton një rëndësi më të madhe tash dhe mundohemi që si të rriten mundësitë financiare të universitetit, të krijojmë edhe më tepër hapësira, klube të ndryshme. Jemi duke shkruar edhe projekt për klubin e artistëve, domethënë në pikturë, në skulpturë, në muzikë, edhe mendojmë që të për shkak fondeve të limituara që kemi ne si universitet, mendojmë që të konkurrojmë në ambasada që të mundësohet një hapësirë e veçantë studentëve, ku ato brenda semestrit të kenë edhe aktivitete jashtë kurrikules, të njohur si extracurricular activities, sidomos për ato të cilët dëshirojnë që të edhe studiojnë jashtë. Nëse nuk kanë ndonjë aktivitet jashtë programit mësimor, e kanë më rënd edhe të pranohen, kështu që ne edhe këtë pjesë do të mundohemi, edhe kanë, domethënë, në disponim pranë universitetit dhe njëkohësisht çdo ide e studentëve domethënë është e mirëpritur dhe kemi iniciojmë domethënë studentët, ne jemi duke i pyetur, a keni ndonjë ide çfarë dëshironi, edhe si lejmë edhe ne pak të qetë të ankos, jemi duke i motivuar dhe fatkeqësisht ka edhe shumë dokumentacione që duhet të plotësohen, për shkak se ne jemi universitet publik dhe çdo gjë duhet të evidentohet, çdo kërkesë është dhe njëkohësisht i trajnojmë dhe disa prej Unionit Studentëve u kemi dhënë dokumentacione, edhe kemi thirrur që të bëhet një trajnim me ato, që të tregojmë si duhet i plotësojnë, se si është mënyra e plotësimit të dokumenteve të duhura që të aplikojnë diçka financiare për projektet e tyre. Profesor, mund të na thoni se cilët janë risitë kryesore që studentët mund të presin këtë vit akademik në Universitetin Nën Tereza? Po, këtë vit akademik ne sidomos do të mundohemi domethënë të ofrojmë një palet mundësish të ndryshme, profesor prej jashtë, po njëkohësisht edhe profesor të mbrëmshëm. Jemi në bisedë domethënë jo vetëm ndërkombëtarizimi, por kemi dhënë shumë peshë edhe kombëtarizimit, domethënë bashkëpunim me i mundshëm më i madh me dy universitetet, Universitetin e Tetovës dhe Universitetin e Evropës Jugbindore, dhe bashkëpunimi i kuadrit midis nesh, sidomos në fushën e krijimit të programeve të magjistraturës së përbashkëta. Edhe këtë mënyrë, domethënë, të fillojmë të harmonizojmë edhe kurrikulet, edhe veprojmë domethënë të bashkuar. Dhe gjithashtu tentojmë, domethënë, kemi marrëdhënie të mira edhe me Universitetin e Prishtinës dhe që edhe me ato të krijojmë disa mundësi, domethënë, për mobilitet edhe të studentëve, edhe të profesorëve, për shkak se fatmirësisht gjuha e studimit është në gjuhën shqipe dhe kemi shumë hapësirë edhe me Tiranë normalisht, më të tjerë, hapi tjetër. Patjetër. E dim që në Universitetin Nën Tereza, në vendin ku gjendet aty, në ish kazermën në Ilindena, është problem transporti për studentët e rinj. Shpesh herë kemi hasur kur edhe studentët kanë dalur, kanë kërkuar që të ketë një linjë të transportit publik nga ajo anë. Çfarë ndodh me këtë pjesë? Disa herë kemi kërkuar për qytetit të Shkupit që të mundson të ofron të hap disa vija për transport. Për momentin nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga qyteti i Shkupit. Ne përballë kemi stacionin numër 17, linja numër 17, e cila shkon deri te ambasada e Amerikës
edhe është një linjë ekzistuese, ne kemi edhe shumë prindër të studentëve tonë, të cilët edhe vozisin janë shoferë në këto linjat private, dhe me një prej tyre edhe unë kam biseduar, tha se është i gatshëm të vjen, domethënë në momentin kur të ketë një linjë ekzistuese, për shkak se për momentin nuk ka asnjë linjë ekzistuese dhe këto spaku transportuesit privat janë shumë të interesuar dhe nuk kanë nevojë domethënë që ne të bëjmë diçka të veçantë. Mjafton vetëm të hapen këto linja nga qyteti i Shkupit. Mirë po, derisa jemi në pritje të zgjidhet ky problem, ne njëkohësisht ndërmorëm me disa iniciativa, një prej tyre është e kontaktuam kompaninë e re që është Avant to go dhe u ofruam hapësirë në kampusin ton. Ato fillimisht do të vinë me 5 vetura elektrike dhe ofrojnë pakete shumë të vëlidshme për studentët tonë, ku për momentin për gjithë qytetarët është 20 denar 1 kilometër, ndërsa për studentët tonë do të ofrojnë paketa për 1000 denar do të ofrojnë me çmim për 2000 denar, domethënë në paket, që në thotë përgjysmimi atij çmimi, dhe duke marrë parasysh se në 4 veta mund të ulen në vetur, kështu që është më e lavërdishme se sa një tiket autobusi për shembull të shkon deri në Kumanov ose në çfarë mënyre për studentët është më ekonomik? Më ekonomik edhe veturat janë shumë, domethënë veturat më të mira dhe fjala e fundit të teknologjisë, prodhimi i vitit 2024-2025. Dhe njëkohësisht i kanë në kampus. Edhe me automatizëm aplikacionin që instalojnë në mobilet e tyre, ne kemi thirrur në 20 gusht do të vinë në kampusin ton, edhe në kampus do të bëhen edhe promovim, edhe veturat do të jenë. Ato tash filluan me përgatitjet, për shkak se duhet të ketë një karikues i cili do t'i mbush këto 5 veturat për fillim, madje do t'i rrisim numrin e tyre, varësisht sa do të ketë nevojë. Dhe përveç karikuesit ato në mëngjes i mbledhin gjithë veturat në parkingjet e ndryshme dhe do t'i sjellin vetë në universitet. Njëkohësisht këtu përmes aplikacionit ato kanë edhe aplikacionin në GPS ku mund të shkojnë ku i kanë edhe parkingjet pa pagesë. Domethënë mund ta lënë në pika të ndryshme në qytet ku mund ta parkojnë dhe ta lënë veturën pa pagesë. Ne insistojmë në 2 pika ku janë studentët tonë më së tepërmi, ku ndalen autobusat më së tepërmi dhe aty prej autobusit del e merr veturën edhe vinë si grup 1 ose më tepër person që ta kenë më lehtë transportin. Edhe besoj se kjo është një me çmime shumë bile edhe më e volitshme se sa oferta bin me këto pjesën e trotinetave elektrik, po. Dhe kjo kompani na ofroi me të vërtet një mundësi të shkëlqyeshme për studentët tonë, edhe shumica e tyre entuziastë. Do thënë fillon për 20 gushtit, për shkak se tash kalojmë edhe në pushime, nuk i kemi edhe studentët. Atyre u duhet një kohë që të përgatisin hapësirën në kampus, duhet ta shënojnë edhe vendin ku janë, montojnë karikuesit. Edhe mendojnë në 20 gusht do të bëhet një provim më i madh i kësaj mundësie, ku edhe studentët, do të kenë edhe një mundësi më tepër, domethënë mobiliteti, derisa jemi në pritje të hapen edhe linjat normale të autobuse, por mendoj se kjo do të mjafton edhe si një mënyrë avangarde, një mobiliteti të shpejt edhe mjaft ekonomik. Dhe kjo është një mundësi e shkëlqyer për studentët. Për studentët, po. Atëherë mund të na thuani se cili është vizioni afatgjat i universitetit për zhvillimin e arsimit dhe përgatitjen profesionale të studentëve? Në aspekt afatgjat, domethënë për momentin Universiteti Nën Tereza është duke marrë parasysh ndryshimet e mëdha që ndodhin në sferën e edukimit, zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe parametrave të cilët e definojnë arsimin si të tillë. Dhe me këtë zhvillim të hovshëm të arsimit, ku dashje pa dashje jemi kapur në një transformacion komplet të procesit edukativ, Universiteti jonë do të organizon edhe seminare me profesorët, ku do të insistojmë tash edhe në kategoritë të tjera, duke bazuar edhe në agjendën e Evropës 2025-2030, ku tash edhe shkallësitë janë një prej fokusimeve të programeve edukuese. Edhe njëkohësisht, domethënë do të kemi trajnime, do të thirrim edhe përfaqësues nga zyra evropiane, edhe do të shohim mënyrat e ndryshme se si mund t'i avancojmë programet tona, duke marrë parasysh edhe
këto mundësi. Nga ana tjetër, gjithashtu kemi shumë bashkëpunime me shumë kompani të ndryshme. Disa për këtyre kompani i kemi thirrur dhe do të mundësojmë, domethënë pjesën e ushtrimeve, do të kemi 2 pjesë praktike, pjesën praktike ta ashtu quajtur teorike do ta bën antari i fakultetit, ndërsa pjesën praktike me shkatësi do ta bën i punësuari i firmës, i kompanisë aktuale. Dhe në këtë mënyrë do të harmonizojmë sillabuset, plan programe studimore me këto kompani që të krijojnë shkatësi praktike edhe studentët tonë së bashku në bashkëpunim me këto kompani. Zakonisht e kemi ju e cekët për këtë pjesën e praktikës, do më thonë pasi pajisën me diploma, ajo që na intereson studentët për të punësuar, kanë vështirësi për të gjendur në tregun e punës, të themi kështu. Si do të asiguroni që një student i Universitetit të Nën Tereza, sapo të diplomohet të jetë realisht i përgatitur për jetën profesionale, të jetë me një vend pune, sa ja u mundëson edhe këtë pjesë, sa ju ndihmon të themi universiteti? Po. Një universitet madhet me spaku ne e kemi futur si fokus që Universiteti Nën Tereza suksesin e saj do ta masë edhe me numrin e të punësuarëve, do të thënë sa studentët tonë janë edhe të punësuar dhe si vlerësohen në vendet e tyre të punës. Këte filluam me asociacionin e alumnit dhe krijimin e bordit të alumnit, të cilët tash do të kujdesen, janë duke bërë një bazë të dhënave me gjithë këto studentë tonë të punësuar. Edhe mendojmë që edhe ato t'i thirrim, t'i kyçim edhe të marrim feedbackun e tyre, që njëkohësisht marrim edhe këndvështrimet e tyre tash nga ana e si të punësuar, si mendojnë për programet e mëparshme dhe sugjerimet e tyre. Dhe mendojmë që në fund, mbasi ti përmbyllim gjithë këto aspekte të analizave, një fokus i madh do të jetë domethënë edhe në krijimin e shkatësive të punësimit dhe fokusimi më tepër i këtyre mundësive. Zyra e karrierës, domethënë, është ajo që do të kujdeset, domethënë, do t'i përcjell ka shumë portale ekzistuese në Maqedoni, por njëkohësisht do të komunikojnë me gjithë këto kompani ku veç i kemi të punësuar studentët tonë. Dhe përmes studentëve ekzistues tonë do të komunikojnë edhe studentët e ri për mundësitë e punësimit që i ka ajo kompani. Çdo student alumni do të na informon për mundësitë e punësimit në kompanitë ku ato gjenden për momentin. Edhe ne kemi shumë studentë të suksesshëm, kisha veçuar disa prej tyre janë edhe në Bechtel dhe Enka, ku vetë në takimin që kishim me një prej menaxherëve të tyre, ato u lavdëruan mjaft nga studentët tonë. Dhe disa prej tyre kanë arritur të kenë 2 herë me radhë, domethënë janë shpallur si punëtori më i mirë. Një prej tyre është menaxhere, një student tjetër është gjithashtu menaxhere në tjetër repart. Kishim vetëm fjalë miradije se janë mjaft të mirë dhe punëtor, domethënë respektojnë punën, që na erdhi shumë mirë për shkak se kjo flet edhe për ne. Domethënë ne jemi aty për shkak studentëve dhe çdo sukses i studentëve është edhe suksesi jonë. Dhe kjo na gëzon shumë që studentët alumnit tonit arrin kështu suksese dhe tash edhe ne do t'i ndjekim edhe njëkohësisht do t'u japim atyre mundësinë, domethënë që sa më ngushtë edhe të komunikojnë edhe të vinë pranë universitetit. Do të organizojmë edhe evente tjera ku t'i thirrim ato, që spaku studentët tonë të diplomuar të kujdesen për gjeneratat e reja. Në këtë mënyrë jo vetëm ne, po edhe kolegët e tyre të kujdesen për gjeneratat e ardhshme. Një nga sfidat e mëdha për universitetet e tona është mungesa e kërkimeve. Çfarë mund të bëhet që Universiteti Nën Tereza të ketë më shumë projekte dhe më shumë ndikim në fushën shkencore? Këtu e kam përmendur më herët se rangimet e universitetit bëhen sipas numrit të publikimeve shkencore. Ndërsa pagesa e profesorëve dhe organizimi momental, domethënë është përmes masimdhënies. Dhe ky është një paradoks që për hulumtime për momentin nuk ndahen mjete të duhura, domethënë nga shteti, ose ato vënohen shumë, domethënë publikimi një punimi me impak faktor shkon një procedurë gjatë me shumë dokumentacione. Shumica e universiteteve publik nuk kanë fonde të veçanta ose të mëdha, janë shumë të vogla, të cilët ne mundohemi të rrisim, mirë për çfarë që kemi edhe kapacitetet, ne në fakt universitetet publike gjithë mjetet i marrin për Ministrisë së Arsimit dhe jemi të limituar domethënë me mundësitë. Mirë po, projektet të mbrëmshme të Bashkimit Evropian, Erasmus, Horizon edhe gjithë këto tjerat i realizojmë dhe kemi krijuar grupe punuese, të cilët do të bashkëpunojnë
me fakultetet dhe universitetet tjera, në këtë mënyrë të arrihet një sukses edhe më i madh në organizimin e tyre, por ne zakonisht brenda vitit konkurrojmë diku mbi 20 projekte të ndryshme të Bashkimit Evropian. Ky numër është në rritje për shkak se vetëm këtë muaj, domethënë, është konkurruar në mbi 5 projekte të ndryshme. Në një për projekte kanë qenë udhëzuar direkt i kyçur së bashku me Fakultetin e Informatikës. Dhe mendoj se është një motivim i brendshëm i profesorit dhe stafit të brendshëm, një atmosferë pozitive që ato duan të kontribuojnë dhe nuk janë, domethënë, nuk pyesin për tollat edhe për pagesë, por thjesht duan të ndihmojnë dhe të rrisin edhe renomen e Universitetit Nën Tereza. Në këtë mënyrë një pjesë e madhe e punës bëhet në bazë vullnetare dhe ne nga ana jonë, domethënë, mundohemi ta disi gjejmë edhe fonde të ndryshme ku spaku këto profesorë që mos stepenin kontribuojnë, të gjithë stafi i din, nuk ka nevojë që t'i veçojmë ne si menaxhment, spaku të shpërblejmë për punën dhe kontributin e tyre. Dhe profesor, ne i prekëm të gjitha nga pak në universitetin, për Universitetin Nën Tereza. Dhe në fund mund të na thoni se duhet një student të zgjedh Universitetin Nën Tereza për të vazhduar edhe më tej studimet në këtë fakultet. Një student duhet të zgjidhë Universitetin Nën Tereza për shkak se Universiteti Nën Tereza ka një potencial shumë të madh. Ne jemi në zhvillim të sipër. Diploma e tij është e pranuar çdo ku në botë. Kemi studentë të cilët studiojnë studim magjistrature dhe të doktoraturës çdo ku anë mban. Kemi edhe në Japoni, kemi studentë të paraqitur që kanë vijuar studimet. Po, më më rëndësi është se në Universitetin Nën Tereza, domethënë, një herë pjesë e universitetit, ato i kanë gjithë mundësitë dhe ngelin pjesë e universitetit. Çdo herë ngelen emaili i tyre dhe kontakti. Tash përmes asociacionit alumni mund të kthehen edhe mund të marrin shpërblime të konkurrojnë për shpërblime të ndryshme në bazë të universitetit. Tash të fillojmë të kyçem edhe në projekte të ndryshme që i kemi, në klubet e ndryshme që do të krijohen, në trajnimet e ndryshme që ato do të kenë qasje pa pagesë nga ana e universitetit, dhe do të kenë shumë më tepër mundësi, sidomos edhe në punësime gjithë informatat dhe përkrahen nga zyra e karrierës, të cilën jemi duke fuqizuar për momentin. Dhe gjithë këto mendoj se gjithashtu të përkrahun nga një staf i universitetit mjaft entuziast dhe vullnetar, domethënë të cilët shumica e tyre domethënë nuk kursejnë as pak që t'i ndihmojnë studentëve. Kemi profesorë të cilët është edhe në menaxhment, po edhe mundohet të ndihmojnë edhe në shumë aspekte studentëve, kështu që kemi shumë raste të profesorëve të cilët janë mjaft të përkushtuar dhe dallohen shumë në ndihmën dhe motivimin e studentëve. Dhe mendoj se në Universitetin Nën Tereza ato do të kenë një hapësirë ku mund të zhvillohen, të krijohen, nesër të punësojnë, por njëkohësisht edhe ku të kthehen, për shkak se bëhen pjesë e një familjes dhe këtu insistojmë, domethënë, fryma e edukimit në universitet është që ne jo vetëm që edukojmë mendjen e tyre dhe cilësitë në njohurinë, por njëkohësisht edukojmë edhe zemrat e tyre që ato të bëhen në aspekt etik edhe si njerëz ndihmojnë njëri me tjetrin, tankos domethënë janë të edukuar që të ndihmojnë gjeneratën njëra me tjetrën, mos presin vetëm nga ne, domethënë si universitet, po njëkohësisht me ndihmën tash të alumni asociacionit, njëkohësisht edhe në punësimet që të ndihmojnë njëri me tjetrin më stepërmi dhe kjo punë ekipore në cilën domethënë frymëzohen dhe mundohemi që të frymëzojmë gjeneratat e reja është një aspekt i veçantë i universitetit. Ju faleminderit edhe një herë, profesor, që ishit pjesë e misionit të Ritmi i ditës, ku shpalosët dhe programet për këtë vit të ri akademik dhe risit që i presin studentët për këtë vit. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, qëndroni me ne, shkojmë një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me musafirin e radhës.